Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Po vazhdojmë me ligjëratën e 22 të shpjegimit të veprës Merak el-Fellah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërbulalit, yarhamuhullah, dhe kemi arritur te kushtet, respektivisht kush ka përparësi që t'jetë imam i xhamatit. Për këtyre kushteve që i shpjegum, kemi ngelur te kushti waladu zina, pra fëmia që është jashtë kurorës, thamë se nëse nuk ka njohuri profesionale për të qenë imam, yukra është mekruh që t'jetë imam, dhe nëse ka rival, pra nëse ka të ngjajshëm me te, përparësinë e ka ai që është fëmijë brenda kurorës për shkak të fjalëve të njerëzve që mund të hudhen. Lau kana aliman taqiyan la tukrah imamatuhu. Nëse është dietar, ai nuk bart përgjegjësi për prindrit për veprën e prindërve të tij, dhe nëse është i ditur dhe është taqi, është i devotshëm, la tukrah imamatuhu, nuk urrehet që të jetë imam i xhamatit. Dhe kjo përfshihet në të gjitha këto fazat që i përmendëm. Edhe robi, thamë se është mekruh del imam, po nëse robi është më i ditur se i liri, nëse fëmia jashtë kurore, që ka lind jashtë kurore, është më i ditur se ai që ka lind brenda kurorës, nëse i verbri është më i ditur se ai që sheh, atëherë dispozita kthehet e kundërt. Pra është mekruh që dalin këto tjerë para tij, sepse përparësi ka ai që ka dituri, njohuri rreth namazit, rreth leximit të Kur'anit Kerimit, dhe pastaj, sepse edhe dituria nuk ka limit edhe se ku përfundon, po edhe në shkenca tjera islame, dhe kthehet fel hukmu bid-didd, ata kthehet e kundërta, do thotë nëse ato me qenë mekruh, del mekruh këtyre që nuk kanë përgatitjen, wa kadha fil ikhtiyar, pra kështu thuhet edhe në veprën el ikhtiyar li ta'lil al mukhtar të Imam Mausiliut. Walidha kuriha imamatu fasikin, është mekruh që imami të del ai që është fasik. Fasik në shkencën e fikut konsiderohet njeriu i cili bën vepra të ndaluara publikisht. Haptazi, hiç si ven marrë ajo punë. Edhe ne kemi edhe kësi raste plot që bën vepra të ndaluara, që kanë argumente ndalimi, ky njeri e merr epitetin, pra është fasik. Është brenda islamit, që nuk del prej islamit, po është fasik dhe nuk lejohet ose urrehet me kerahet tahrimie, me kruhi tahrimet që del imam. E njëjta është edhe kemi thënë edhe te thirrja e ezanit, se fasiki nuk ka të drejtë, pra është me kruhi tahrimet të thirr ezanit. El-alim li ademi ihtimamihi bid-din, edhe nëse është dietar, edhe nëse është hoxh, po e themi më shkurt, po është fasik, edhe prej kësaj dore kemi në plot, që bojnë vepra të këqija dhe atë publikisht i bojnë ato punë, po li ademi ihtimamihi bid-din, për shkak të mos respektit për kujdesis ndaj fesë, këto është mekruh që të dalin imam. Fatëgjibu ihanatu, pra në këtë rast është obligim largimi, mënjanimi i tyre. Dhe nuk duhet që këto njerëz të madhërohen, të qubahet në nder, sepse puna e imamit është punë respekti, është punë autoritative, nuk është çfarëdo punë e thjeshtë.
ai që del imam duhet jetë një autoritet. Dhe këtyre njerëzve që janë fasika, thot imami, nuk duhet ne t'i japmi autoritet që të bëhen imamat të njerëzve. Nëse xhamati e kanë mekruh, pra nëse ki imam kështu, në këtë formë, me dhunë, edhe për faktin se xhamati nuk e don një imam të tillë, atëherë fa in ta'azzara man'uhu, nëse nuk ka mundësi me e pengu këtë punë, një imam të tillë që del atje, atëherë yuntaqalu anhu ila ghayri masjidi, atëherë xhamati largohen prej xhamisë atij, prej lagjes ku e kanë aty, te një xhami tjetër, lil gjumua wa li ghayriha min as-salawat, pra për namazin e xhamas. Pse? Sepse ky është njeri i cili është i imponuar dhe është i mallkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri i cili del dhunshëm për t'i pri imamit, pra paskem, do thot, në shpinën e tij ka barë të rënd të fiskut, është njeri që është fasik. Wal mubtadi' bi itba'ihi ma ahdatha ala khilaf al-haq متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان. Mubtadi, njeriu që ka bën bidat, risi, që bën risi në çështjet e fesë, risi këto që janë në kundërshtim me atë që na e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qofshin këto risi nga dituria, pra, qofshin këto risi teorike, qofshin këto risi praktike, këto mas këtyre urrehet falja e namazit, sepse këto liademi ihtimami bid-din, sepse këto nuk kanë respekt ndaj fesë dhe xhamati nuk ka obligim të ketë respekt ndaj tyre. وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز. Në transmetimin që e ban Imam Muhammedi prej Ebu Hanifës dhe Ebu Jusufit, neve, kur kemi thonë në fillim diku atje, të kutub dhahirur rivaja, ke atje Xhamiul Kebir dhe Xhamiul Sagir, Sirul Kebir dhe Sirul Sagir. Imam Muhammedi, meselet që i ka transmetu drejt për drejt prej Ebu Hanifës, në libër i ka nda veç, i ka quajt Xhamiul Kebir. Meselet që i ka morë prej Ebu Hanifës, por përmes Ebu Jusufit, jo drejt për drejt prej Ebu Hanifës, përmes Ebu Jusufit, edhe ato i ka mbledhë si të sakta, po i ka quajt Xhamiul Sagir. I ka mbledhë me një libër, e ka dhënë një sinjal se kjo dhe kjo nuk janë një niveli. Këtu është pra rasti, thot, Imam Muhammedi e ka ndëgju, e ka transmetu prej Ebu Hanifës dhe Ebu Jusufit, pra përmes Ebu Jusufit. Enë salate khalfe ahli l-ahvai la të gjuz. Mas namazin, mas atyre qka janë kote kote, mendojnë edhe ato kote kote, nuk kanë argumente në shpjegimet e fesë, nuk lejohet. O sahih, mirë për thot, enneha të sihu mal keraheti khalfe men la të këfuruhu bid'atehu. Atyre shka bojnë bidat, namazi pas atyre nuk lejohet. Transmetimi i Imam Muhammedit, por mendimi i sakt, në medheb, fetfaja pra, namazi është i vlefshëm, të sihu është i vlefshëm, mal kerahe, i bashkangjitur me mekruh, dhe këtu është me mekruh i tahrimen, nëse risia, bidatin që ka e ban imami, nuk e nxjerr imamin në kufër. Nëse risia, bidati e nxjerr imamin, ose ka të koft, në kufër, namazi i tij është i pa vlefshëm.
Li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, kjo mbështetet në hadithin e pejgamberit alaihi salam, ku thotë sallu khalfe kulle birrin wa fajrin, faluni më çdo njeriu që është i mirë apo është edhe i fasik i prisht. Wa sallu ala kulli barrin wa fajrin, wa jahidu ma kulli barrin wa fajrin. Faluni mas këtyre, qofti mirë apo e kesh ti falë namazin, nuk ke obligim të hulumtosh. Shkon dikon edhe dhe njën imam të është i duesh më rëmëto kadar ki, a është njëri mirë, është njëri kesh, kësë është të drejtëve. Ti falu pas ati. O sallu ala kulli mërën, dhe dit imam, edhe atyre shka janë të mirë, edhe atyre shka janë të këshirë, edhe prej neve, nuk nuk bona imam e ati, janë i musliman, po jenë kundërshtim me hadithin e pejgamberit a.s. O gjahidu edhe në luft, në gjihad kur shkohet, duhet shkojsh edhe me ato shka janë të mirë, edhe me ato shka nuk janë mirë. Ravahu ad-Daraqutni kema fil Burhan. Hadithin e transmeton Daraqutni, shish thuhet në veprën e Burhan. Wa fi majma ar-riwayat idha salla khalfa fasikin aw mubtadin yakunu muharrizan thawab al-jama'ati, lakin la yanalu thawab an yusalli khalfa imamin taqi. Nëse falet mas që këti njeri që është fasik, thotë, ose një njeri që është mubtadi, që është bidatxhi, a ky e arrin sevapin e gjematit, se është falë me gjemat. Mirë po nuk e arrin sevapin men yusalli khalfe imamin të ki. Nuk e arrin sevapin e ati që ka falet mas një imami që është i devotshëm. Wa kuriha lil imami tatwilu salat. Kjo në interesant. Është mikruh. Urrehet për imamin që të zgjas namazin. Sepse këtu ka lodhje li tenfiril gjemati. Mund, jo vetëm që ka lodhje, po mund edhe të largon gjematin. Ti hub gjematin prej gjemit, bëhet sebeb ai që njerëzit më shkojnë të falen pas ti. Li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, ku thot men emme fel ju khaffif, ai që del imam letua lehtësoj gjematin. Po që t'jemi edhe më të qartë këtu. Unë mendoj se në gjematët tona këtu të ne, në praktikën tonë nuk ka vështirësi. Nuk di që kemi ne imama këtu që dalin për shembull lexojnë sipas sunnetit. I kemi thonë më herët se surët që janë të gjata, të shkurta, e që janë ka 100 ajete, 200 ajete. Nuk kemi ne imama këtu që lexojnë 200 ajete, 300 ajete me xhamat. Edhe kemi imama që ka lexojnë 1 ajet ose 2 ajete edhe e përfundon obligimin. Këtu është për qëllim ajo që ka deli jashtë sunnetit pejgamberit alayhis salam. Për shembull, nëse është sunnet që të lexohet suratul Sejdë me një namaz, ti mos e lexo edhe një tjetër mos asaj, mjafton që ajo. Ose është sunnet ose mendu që kjo surë të lexohet. Ajo mund të jetë 2 faqe me një rekat. Kjo nuk është tepris, nuk është lodhshmëri, por jo imami del dhe të lexon, për shembull ta lexon 4 rekate suratul Bekara. Kjo është veprim i urryer dhe kemi atë rastin kur i ka tërheqë vërejtjen drejt për drejt pejgamberi, por thot men emme fel ju khaffif. Kush del imam let lehtësoj punën e xhamatit, edhe kemi rastin tjetër kur namazin e sabahit. Pejgamberi alayhis salam e ka falë me kul a'udhu bi rabbil falak edhe kul a'udhu bi rabbin nas. Kur e ka betisi ka thonë, ja Rasulullah, a ndryshoj diçka prej namazit? Ka thonë jo, e ndëgjova zanin e një fëmijës duke qajtë dhe mendova apo u frigova se mos po i prish namazin nana e fëmijës për shkak të fëmijës. Pra, po e përsërisim me shumë herë, sepse është vazife e jona kjo. Imami, për këtë arsye është bamin, është
sigurues i namazit xhamatit. Ky duhet të ketë kujdes edhe për namazin, ban përgjegjësi edhe për namazin e xhamatit që e ka pas veti. Po xhamatul urat lima fiha min al-ithla' ala urati ba'dihim, ato që njerëzit që nuk kanë rrobë për shkak të varfërisë, këto nuk falen, është me krut falen me xhamat, falen secili vetëm, po ne shkruhet në për libra, por nuk është situatën tonë. Wa kuriha jama'atu an-nisa' bi wahdatin minhunna. Është mekruh falja e namazit me xhamat për gjininë femrore kur janë vetëm femra, vetëm gra. Pra, gratë nëse janë të mbledhura me një vend dhe doin ta falin një kohë namazit, cila do të jetë ajo, është mekruh që ta falin me xhamat, sepse sipas sunetit është që ato duhet ta falin vet secila obligimin e vet e jo me xhamat. Fa in fa'alna, ajo është mekruh, por nëse e bajnë, nëse e falin, yajibu an yaqifa al-imamu wasatuhunna. Imami nuk del para atyne, sikur te burra që ka del imami përpara, as në mihrab ose diku tjetër jashtë xhamisë. Imami i grave që duhet detyrimisht të jetë grua në këtë rast, apo se po flasim vetëm për gra. Ajo qëndron në mesin e tyre me të qaddumi aqibiha, mirë po, siç kemi thonë, themra e asaj duhet të jetë para themrës së grave të cilët janë në rresht me ta, por kjo themra e gruas imame duhet të jetë para themrës së xhamatit safit, por jo të del para safit. Felav të kaddemet, po nëse ka dalën, ka dalë përpara si imami, athimet, ka bërë mëkat, pra ka bërë mëkat, wa sahat salat, mirë po namazi është i vlefshëm. Vel imamu man ya'tamu bihi dhakaran kana aw untha. Imami çka duhet të jetë, çka duhet t'ju prin atyre në namaz, duhet të jetë mashkull, ose minimumi që duhet të jetë nga gjinia asnjëse. والإمام العاري بالعراة يكون وسطهن لكن جالسا. Nëse ka situatë që krejt janë pa rroba, dojnë ta falin, na them se nuk lejo që imami del pa rroba, janë krejt pa rroba, edhe ky duhet të jetë mesin e xhamatit, jo del përpara imami, dhe jo të qëndron kom, po duhen të jenë ulur. Do duhet të jenë ulur. Neve sot, edhe është mirë që na duket kjo në këtë formë që absurde, po shariati nuk merret me sotin, merret edhe me nesën, është marrë edhe me djeshmën. Prandaj disa mesele kur i lexojmë këto libra të fikut, duken se janë pa lidhje, po në realitet kjo jep me shpjegu se dietarët e kohës i kanë shpjegu dhe i kanë zgjidhur problemet e kohës kur ato kanë jetu. Yamuddu kullu minhum rijlayhi liyastatirah ma mahma amkana wa yusalluna bil imam. Pra këto që janë lakurish pa rrobe, rrin ulur, i shtrin kamët përpara, mbulojnë as sa kanë mundësia me gjetha, me çfarë do të mbulojnë, mirë po yusalluna bil imam, falen me sinjalizim, me isharet, nuk falen me rukue, me sejdë. Kjo është rregulli për ato që inshallah s'na bën kur mundësia me i provuar. Wa huwa al-afdal. ويقف الواحد رجلا كان أو صبيا مميزا عن يمين الإمام مساويا له متأخرا بعقبه. Mas imamit ose me imamin, kur është vetëm një njeri, vetëm një xhamat, وإن كان صبيا مميزا, edhe nëse është fëmijë mumejjiz, është fëmija prej moshës 7 vjeçare deri në moshën e bulugut. Pra është para se me inë bulik,
prej atij momentit, këtu e kanë marrë dietarët, ku thot pejgamberi muru avladekum bis salat, urdhoni fëmijët e juaj që të falin namaz prej moshës 7 vjeçare. Pra mumejës gjithmonë është që kjo moshë prej moshës 7-8 vjet e deri në kohën e pubertetit. Nëse është një burr ose qoftë edhe një fëmijë prej kësaj moshe, thot qëndron në anën e gjathë të imamit, se është vetëm një. Për më falë me xhamat, është vetëm një. Musavien lehu, barabar me imamin, mutaakhiran bi aqibihi, por themrën e ka mas themrës së imamit, sepse në saf nuk merren parasysh gishtat, por merret themra e këmbës. Nëse themra është para imamit, atëherë nuk vlen. Pa themra duhet jetë mbrapa. Gishtat pse dalin përpara, nuk prish punë. Wa yukrahu an yaqifa an yasari, është mekruh që se këto në ndodhin në shtëpiat tona për ditë. Këto në ndodhin në shtëpiat tona. Edhe një send që e harrova ta them, kaloi prej. Kretë këto, kur I shpjegum parzit arsyetimet për mosfaljen e namazit me xhamat në xhami. Këto janë për mos prezentimin e namazlijës në xhamat me xhami. Por këto arsyetime nuk janë arsyetime për mosfaljen e namazit me xhamat në shtëpi. Se ka shi, ka breshën, ka losh, I përmendëm, ka këto të arsyetojnë mos me shku në xhami me falë farz. Xhamatin e xhamisë. Por nuk të arsyetojnë mos faljen e namazit në familje bashkë me gruan, me nanën, me babën, me djalin, me vajzën. Sepse xhamati arrihet edhe në shtëpi. Pra, nëse është vet imami dhe vjen një xhamat, duhet me ndalë në anën e djathtë, qoftë edhe fëmijë. Nëse I ndalët në anën e majt, fa yukra an yaqifa an yasarihi, wa kadha khalfahu fi sahih. As nuk guxon me dalë në anën e shmajt të imamit, pra me kru është, e as me e formu safin për mas. Li hadith Ibn Abbas annahu qama an yasari an-nabi fa yaqamahu an yamini. Hadithi është më I gjatë, hadithun tawil fa qama. Thot Ibn Abbasi thot kam shku një natë kam mujt të pejgamberi, hadithin bilmana, apo e citoj. Thot kam mujt dhe a qu natën pejgamberi alayhi salatu wassalam, ashtu natën dhe ka fillu me fal namaz, natës, namaz nafile. Kje ka qu I ka dal xhumi, a qu ka mora abdest dhe fëmijë I vogël ka qenë. Thot edhe u mora u lidha në anën e shmajt pejgamberit. Pejgamberi alayhi salam thot, më ngjiti për kokë në këtë formë, edhe më nxjerri në anën e djathtë. Ky është argument, që hadith, thash hadithi është më I gjatë, që për shkak kohës nuk mund ta prezantojmë se e kemi këtu përpara. Ky është një argument që përdoret në fik. Namazet nafile nuk falen me xhamat. Namazet nafile nuk falen me xhamat, përveç namazit nafile, se dhe është nafile apo sunnet, që është namazit teravis. Namazet tjera nafile në parim nuk falen me xhamat. Mirë po, nëse I bashkangjitet dikush ati që është duke falë nafile, fela bes, nuk ka bo punë të keqe. Ajo që ndalohet, është haram me krujt tahrimen me dhebin ton, është me bo ftesë për namaz nafile. Me bo ftesë, me bo organizim. Jemi në 10 vetë, 15 këto. E sondet, ora 1, hajë nisët do të falmin namaz nafile. Kjo është I ndaluar, kjo nuk. Pra, ftesa, organizimi është I ndaluar. Nëse rastisht qëllon dhe I bashkangjitet nafile dikush, si kur rasti Ibn Abbasit, fela be'es bihi, nuk ka gjatë të keqe, por ne kemi temën se ai që I bashkangjitet imamit duhet të jetë në anën e djathtë dhe jo në anën e majt. O yaqifu al-aktharu min wahid khalfahu, nëse është më shumë se një, pra bën 2 vetë, atëherë pas imamit lidhen në saf, jo njënin gjathë dhe tjetrin në shmajt. Lannehu taqaddama an Anas wal yatim
hina salla bihima, sepse hadithi thot Enesi edhe një jetim tjetër, kur o ka falë pejgamberi alayhis salam namazin, i kanë nxjerr brenda në saf. Wa huwa dalilul afdaliyya. Kjo është për më i vlefshëm, se nëse falet shka, nuk do thotë se është prish namazi. Mirë, po më e vlefshëm, më rrugës është ajo që të jenë në saf nëse janë 2 veta e më shumë. Po yusafu ar-rijalu li qawlihi liyalini minkum ulul ahlam. Safi, sepse kemi të traditja e safave, mas imamit duhet bin burrat, për shkak se pejgamberi alayhis salam thotë le të më bashkangjiten ato që janë ahlul ahlam, ato që janë burra, që kanë një bilik, konsiderohen burra këto. Dhe për këtë, thotë, nëse ka xhamatet përzime, fal imamu ya'muruhum. Imami duhet me urdhëru, pra duhet në kuptimin me urdhëru xhamatit, me i mësu se unë po lidhem imam dhe kush duhet jetë mas me, jo të përzihen çështjet. Wa qala sallallahu alaihi wasallam istawu tastawi qulubukum. Drejtoni safët, që të drejtohen zemrat tuaja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqimu as-sufufa. Drejtoni safët, pra prej tërbijes edukatës islame, që të formohet safi, mas safit formohen, mas imamit që të formohet safi i burrave, dhe ai saf duhet të jetë i drejtë dhe duhet të jetë i kompletuar, i pa ndërprer, copa, dhe jo të jenë sikur të ne që ka i bojmë safët, shumë safët e rralla, se ka ndërprerjen me safin. Njoni me qetrin lën 50-60 cm, krejt me arsyetimin, po ove se ka vend, po mirë ka vend, por namazin është ibadet dhe ka rregull, pra safi duhet të kompletohet. Wala tadharu farjat lish-shaytan, dhe thot pejgamberi, mos lëni hapësira, pra ngjeshni safët, mos lëni hapësira për shejtanin. Men wasala safan wasalahu Allah, wa men qata safan qatahu Allah, thot ai që lidhet, që i bashkangjet, që i lidh safët, pra nuk lën zbrastira, atë e ka lidh ose është lidh me Allahun xhalleshanu, dhe ai që i ndërpret safin, atë e ka ndërpret Allahu xhalleshanu prej kujt? Prej mëshirës dhe rahmetit të tij. Wa bihadha yu'lam jahla ma yastamsiku inda dukhuli ahadu bi janbihi fi as-safi yadhunnu annahu riya, bal huwa i'anatun ala ma amara bihi an-nabi. Ka njerëz që si e paraqet Imam Shërbulali, thot sidomos te mosha pak më e re, se nuk hin saf, se i duket pak ti si mendje mallësi më përzi me ato njerëzit. Jo, thot kjo është e kundërta. Përkundrazi, kjo është zbatim i asaj që e ka urdhnu pejgamberi alayhis salam, idha wajada furjatan, nëse ka gjetë shprasti në saf. Pra duhet që safët të mos kenë zbrastir njeni mos qetësit. Wa afdalu as-sufufi awwaluha thumma al-aqrab fal-aqrab. Safi më i mirë, më i bereqetshëm, është safi i parë. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Thonë ai që është mas atij. Unë mendoj, po e kam lexuar këtë diku tjetër, jo këtu, se këtu efdalia të safi i parë nuk është se ti detyrimisht duhesh të jesh në safin e parë. Për çka? Për të arrit sevapin e safit parë, jo nëse ke një i fundit. Pra, këtu është për qëllim efdalia ato që ka vinë më herët në namaz, dhe ato që ka vinë parët në xhami shkojnë safin e parë. Dhe kështu me radhë. Me arti i fundit, dhe me i kalu në për njerës, për dalë safin e parë, këtu ka kerahe, këtu ka urrejtje, sepse bën pengim të njerëzit. Pra, efdalia, sevapi, nuk është thjesht pse është në rreshtin e parë, por këtu synon ata të cilët janë më herët dhe kanë ardhur me kohë dhe e presin. Pra, kur është nis prej shtëpisë,
a janë ish me qëllimin se për me dënë safin e parë dhe për këtë ka vepru, ka arë me kohë. Jo, sikur të ne shkandojnë se filoni edhe filoni edhe filoni duhet jenë detyrimisht safin e parë. Sepse edhe këto gjemate tjera, kemi kësi gjemate që e zonë një vend xhami dhe ka bo prond vetën atë. Nuk e bile, ka pas grindje në për xhamia, se ma ke zonë vendin xhami, se këti kush e ka bo këtë vend nuk e di, po ma ke zonë vendin se këto nuk janë të lejuara. Pra efdalia është të ardhja në xhami, jo të esenca e safit. Lemma ruvje enë Allahe Azza wa Jalla yanzilu rahmete awalen ala l'imam, sepse transmetohet se Allahu Gjallëshanu fillimisht e zbret rahmetin e tij te imami, thumma tatajawazu anhu ila man yuhadhihi fi as-saff al-awwal, pastaj e te i kalon ose e kalon rahmetin e tij te ato shka janë në safin e parë, thumma ila al-mayamin, pastaj në anën e djajt, thumma ila al-mayasir, pastaj në anën e majt, thumma ila safi thani, pastaj në rreshtin e dytë e kështu me radhë deri në fund. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala tuktabu lilladhi yusalli khalfa al-imam bihidai 100 salat wa lilladhi fi al-janib al-ayman 75 salat wa lilladhi, nuk e di çfarë hadithi është ky, عن البراء ابن عازب إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. Thot pejgamberi i regjistrohen ati shka falet pas imamit në safin e parë, i regjistrohen 100 sevape, fil janib al-ayman 75 وللذي في الأيسر 50 صلاة، أيش كفالت نانا نمايت 50 نمازة، وللذي في سائر الصفوف 25 صلاة. يعني vlera sevapi ati shka është mas imamit, por jo çdo kusht mundet me qëndru pas imamit. Sepse ai që qëndron mas imamit duhet të ketë aftësi dhe kapacitet për të zavendësu imamin. Dhe nuk ka të drejtë çdo kush me qëndru pas atij. Nëse imami gabon, nëse imamit i prishet abdesi, ki xhamati çka është pas imamit duhet me ditë çka duhet me bë tash. Nëse imami tazami prishet abdesi dhe tërhiqet një hap majtas ose djathës, varësisht prej pozicionit, ki çka është pas imamit, ki duhet me pas informacion çka duhet tash me bë. Duhet me vazhduan namazit. Pra ato shka falen mas imamit janë njerëzit më të ditur. Pastaj në anën e djathtë, pastaj në anën e majtë, sepse sahabët gjithmonë e kanë pas princip me dalë në anën e djathtë xhamisë. E kanë parapëlqi. Po ato kanë pas qef, se pejgamberi alayhi salatu wassalam, siç e transmetojnë sahabët, kanë pas qef se kur është kthej pejgamberi pas namazit ka xhamati, kanë pas qef me e pa ftyrën e pejgamberit alayhi salam. Për atë arsye fukahat thonë, kthimi i imamit në xhami është e preferuar që të jetë në anën e djathtë, jo në anën e. Po nëse kthehet nuk ka prish gjah, por më e vdar, më e preferuar është kthimi në anën e djathtë, sepse sahabët e vërtetojnë na dilshmi në anën e djathtë, që kur u kthen te pejgamberi, ne kishmi dëshirë që ta shohmi ose i shifmi këto mollzat e ftyrës pejgamberit alayhis salam, sepse pejgamberi nuk ka drejtuar drejt për drejt xhamatit, po ka nejt pak si në krah. Për atë arsye thot pejgamberi alayhis salam, nuk e di derexhe e hadisit çfarë është, rawahu Sunan Abu Dawud, Sunan an-Nisa'i al-Kubra dhe al-Mujtaba. Hadithi është në këto 3 burime. Thumma yasif as-sifyan, pas burrave safi i dytë, s'ka ma, bitisën burrat, rënditën kush, fëmijën. Li kauli Abi Malik al-Ash'ari, inna an-nabiyya salla wa aqama ar-rijala yalunahu wa aqama as-sibyana halfa dhalika. Pra pejgamberi alayhis salam kur afal i ka radhitën burrat, pastaj fëmijët i ka radhit pas burrave, wa aqama an-nisa khalfa dhalika, pastaj gratë
mas fëmijëve. In lem jekun gjem bejnë s-sibjan, jekumu s-sabiju bejnë r-rijal. Nëse ka shumë fëmijë, bëhen saf në veti. Nëse nuk ka shumë fëmijë, janë 2-3, janë pak, ato radhitën, pra nuk prishin punë nëse radhitën me burrat në përsaf. Thonë me khunatha, ato që janë prej gjinijes as njohës ose ambigjinit, mas atyre falën ambigjinit. Vëll muradu bihi, ata që shpjegom kish ka janë këto ambigjinit. Thumë jesifun nisa in hadarna, pastaj pra, burrat, fëmijët, ambigjinit dhe pastaj vinë gratë. Te këto el-khuntha duhet me pas kujdes kur folmi për këto në çështjet e fikut. Në disa raste, kjo kategori e njerëzve e marrin dispozitën e burrave në për ibadete. Në disa raste, pra nuk ka një rregull caktuar, në disa raste e marrin dispozitën e grave. Prandaj secilën mesele duhet të ketë kujdes veçantë sepse nuk ka një rregull caktuar. Në këtë rast, radhiten burrat, safi, fëmijët, khuntha dhe pastaj radhitën gratë i në hadarnë nëse ka për e tyre shka vinë xhami. Ve illa, fa hunne memnuatu min huduri l-gjemaat kema të kaddeme për ndryshe, thot gratë, jo që e kanë të ndaluar prezentimin e tyre në xhami. Mirë po, Allahu Gjallëshanu vo ka mundësu një gjatë të tillë. Dhe tëri se ka thonë pejgamberi alayhis salam, se namazi i grave është më i vlefshëm në shtëpitë e tyre se sa në xhami, jep me kuptu se ato nuk prezentojnë në xhamat. Por nëse prezentojnë, nuk është punë se prish namaz, nuk është punë se bën çrregullime. Mirë po, namazi i grave është më, dhe kjo është një privilegj për gjininë femërore, është një lehtësim. Unë nuk e di pse dikush tenton me dhunë me fitu atë lirien e vetat, se unë du që kështu, po ti do, po kjo nuk është ti edhe unë si dua. Kjo është si mas rregullit. Në kohën e sotit, po a mund të shkojnë gratë në përxhamie. Po sot nuk ka vend, nuk ka treg, nuk ka vend që s'po shkojnë gratë. Dhe është iracionale të themi nëse gratë e kanë ndalu me të shkojnë në xhami, sot për kohën ku po jetojnë, të ndalojnë prej xhamisë, a i kemi leju krejt punët tjera me shku me i ban madje edhe vetë bile, me makina pa makina, me shofera pa shofera, ajo është çështje tjetër dhe temë tjetër. Mirë por në aspektin e fikut. Nëse vinë në xhami, duhet ta dinë se ku e kanë vendin dhe kjo, thot në fillim, Imam Shërumbulali është obligim i imamit që për çdo namaz të radhit, respektivisht të mësoj xhamatin, edhe si banë safët, edhe secili xhamat ku e ka obligimin e tij. Pra, duhet jemi ambicioz, nuk duhet jemi të lodhëm, ose po përsëriti për herë. Për ditë kemi për 5 herë në ditë e ke obligim si imam, si hoxh, 5 herë ditë e ke obligim me mësuar atë punë. Se ajo është puna e jonë. Puna e jonë që jo që na ngarkon dokumenti se jenë punë. Ta ngarkon Islami si njeri që e ke marrë përsipër davetin ose fushën e thirrjes islame. Pra nëse ato vinë, duhet ta dinë se ku e kanë pozicionin e tyre, e kjo është prej obligimeve të imamit që të mban rend dhe disiplinë brenda xhamisë dhe me këtë përfundon Imam Shërumbulali në rregullat e lidhjes së imamit dhe radhitja e safëve. Tash ky del me një temë tjetër që e shpjegon edhe këto se cila temë është më e rëndësishme se tjetra, mirë po tash thot çka duhet me ba, tema është çka duhet me ba muqtedia xhamati
بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. Imami është imam, ka përfunduar, ka thonë 3 herë Subhana Rabbi al-A'la është qu, gjemati I nez një herë ka thonë, a duhet që ki gjemati të është vazhdon, a duhet të ndjek imamin, imami e ka lezu e të jatin, e ka lezu salavatët ki gjemati, hala se ka biti se të jatin, imami jep selam gjemati, a duhet të lezon e të jatin, a duhet jep selam me imamin, që këto çështje I spjegon, dhe atyre të cilët kanë pengesa me prishen e abdesit dhe të namazit pas imamit si duhet veprojnë, që këto I cakton, dhe vjen një temë tjetër që do të vazhdojmë në ligjëratën tjetër, që është po ashtu me rëndësi sifetul adhkar al-warida ba'da salat al-fardhi wa fadluha, dispozita e dhikrave, edhkereve, subhanallahu, alhamdulillah, Allahu akbar, dhikrët që ka I bojnë, a duhet, a ka transmetime se duhet të bëhen me njëherë pas farzit, apo duhet të bëhet me përfundimin e namazit, I shpjegon më të tjerë, ne do shpjegojmë ligjëratën tjetër, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfiruhu yaghfir lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة.